Qyteti i Vlorës mbeti pa ujë të pishëm për 5 ditë pas një defekti të rënd në tubacionin kryesor, një situatë që shkaktoi vështirësi të mëdha për mijëra familje, biznese dhe institucione publike. Mungesa e furnizimit ka sjellë reagime të forta nga qytetarët, të cilët protestuan si gjatë eventit gala të organizuar nga bashkia, ashtu edhe në ditët pasuese, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme. Pasojat e ndërprerjes janë serioze, duke prekur jo vetëm jetën e përditshme të qytetarëve, por edhe funksionimin normal të një qendre urbane dhe turistike si Vlora. Për riparimin e defektit, pajisja u desh të porositej nga Turqia dhe rikthimi i furnizimit me ujë realizua në ditën e 5. Sipas burimeve nga policia dhe prokuroria, janë nisur veprimet procedurale për hetimin e ngjarjes. Janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të një subjekti privat pranë zonës së defektit, të cilat do t'i referohen prokurorisë për të dokumentuar momentin dhe rrethanat e ngjarjes. Hetimi pritet të fokusohet jo vetëm te shkaku teknik i defektit, por edhe te mënyra e menaxhimit të rrjetit të ujësjellësit dhe përgjegjësitë institucionale për mirëmbajtjen e tij. Qeverisja lokale dhe institucionet përgjegjëse do të përballen me pyetje mbi amortizimin e tubacionit, mungesën e investimeve dhe neglizhencën e mundshme në mirëmbajtje, për të përcaktuar nëse defekti mund të ishte shmangur me masat e duhura. Qytetarët dhe bizneset presin zgjidhje dhe përgjegjësi, ndërsa institucionet janë të angazhuara për të siguruar se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen.